atëherë unë si kryetari i Sindikatës së Re të Korporatës Energjetike të Kosovës ftoj të gjithë punëtorët e Kosovës që të jenë pjesë e kësaj proteste. Ne nuk ka pas nevojë të mendohemi shumë sa jemi të pakënaqur, duke parë gjendjen aktuale ngritje të çmimeve e sidomos kohëve të fundit ngritja e çmimit të energjisë elektrike, që Keku punon e prodhon dhe punëtorët e Kekut sakrifikohen, e sfidohen, e rrezikohen për të bërë milioner kecën, e kjo është e papranueshme për punëtorët e Kekut. Pra shporta e konsumatorit është ngritë gjithkohon, paga e punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, po pse jo gjithë Kosovës, është ulë në përqindje në rezultat me inflacionin, prandaj kërkesa jonë kryesore është ngritja e pagave në bazë të inflacionit, në bazë të ngritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe në bazë të tregut të punës, që e shohim se në punëtor në vende të ndryshme në tregun e punës është shumë më i lartë se sa punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës. Pika tjetër, kërkesa tjetër është respektimi të drejtave të punëtorëve, pra respektimi pagesës së fundjavës për punëtorët me ndryrime që edhe pse edhe gjykata kushtetuese ka vendosur pra kësaj pagese, mirë po Korporata Energjetike e Kosovës ende nuk e respekton këtë drejtë të ligjshme që buron nga ligji i punës. Pra kërkojmë këto pagesa të bëhen menjëherë, të fillojnë menjëherë, për arsye se kur vendos gjykata themelore, gjykata apelit, gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese, atëherë mendojmë se menaxhmenti i Kekut është duke bërë kësaj të detyrës zyrtare dhe duke konsumuar veprën penale. Në anën tjetër, punëtorët e Kekut vdesin nëpër vendet punës si rezultat i smundjeve profesionale që ne dyshojmë që i marrin gjatë procesit e punës, janë diku 1% të stafit çdo vit që vdesin, mirë po nuk paguhet rrezikshmëria siç paguhen në vende tjera që për rrezikshmërinë në punë dhe pagat e tyre janë të ulta krahasimisht me punën që e bojnë. Anën tjetër e kemi gjykatat e punës. Shumë herë kemi dëgjuar nga qeveria e Republikës Kosovës edhe institucione tjera që nuk ka lëndë për gjykatë punës. Është krejtësisht e pavërtetë. Vetëm në Korporatën Energjetike të Kosovës për të drejtat e tyre të punës së ligjshme, punëtorët e Korporatës Energjetike e kanë paditur Kekun me mijëra lëndë. Prandaj, duke llogaritur edhe nëpër komunat, duke llogaritur edhe nëpër institucionet tjera që nuk respektohet e drejta e punës derisa nuk ka gjykatë punës, atëherë kërkojmë mënyrë urgjente që të bëhet edhe gjykata e punës në mënyrë që të ketë një të drejtë, të dinjitetshme dhe të merret vetëm me lëndë të punës për të shkuar më shpejt. Ne kemi pa edhe rare të stërgjatura në vende të ndryshme ku përdoren punëtorë, nuk paguhen sipas ligjit të punës për jashtërari, nuk paguhen sipas ligjit të punës për ditë festave, nuk paguhen për fundjavë. Të gjitha këto na kanë bërë që nesër të ftojmë punëtorët nga ora 12 nga ky shesh të marrin pjesë të gjithë ata që janë pakënaqur, mos të festojnë, po të protestojnë. Edhe ne si sindikat kemi ardhur këtë që në datën 1 maj të bëjmë thirrje që për gjithë punëtorët, veçanërisht për minatorët e Trepçës, për gjithë ata të cilët mendojmë që në mungesë të kushteve elementare të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të gjitha padrejtësitë që bëhen, ta shënojmë ditën e 1 majit, të shprehim pakënaqësitë tona, duke shprehur pakënaqësi dhe duke bërë thirrje për të drejta së më të mëdha për gjithë punëtorët. Veçanërisht e mbështesim edhe protestën për shtrajtimin apo inflacionin që po ndodh në vend, veçanërisht shtrajtimin e energjisë elektrike, për cilët po i prek edhe punëtorët e minierës së Trepçës, po ashtu edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj është e domosdoshme që në mënyrë qytetare të shprehim pakënaqësitë tona që data 1 maj shënon thirrje për protestë, për shprehur pakënaqësi. Prandaj edhe është e domosdoshme që gjithë ata që e shohin që janë të pakënaqur të vinë të protestojnë dhe të shprehin pakënaqësitë e tyre në mënyrë qytetare, duke demonstruar kulturë të lartë. Prandaj është e domosdoshme që gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që me datën 1 maj të jenë në protestë dhe sa më masovikisht që t'i japën një simbolik ashtu siç është edhe dita 1 majit. Edhe një herë faleminderit. Ne gjithashtu ju bashkohemi thirrjeve të sindikatave edhe bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, punëtorëve, studentëve me na u bashku
Ne jemi prej grupit Asnicën më shumë edhe prej Kosova Bujkoton që kemi bo aksionet të ndryshme për në kundërshtim të rritjes së çmimit të energjisë elektrike edhe rritjes së çmimeve të produkteve esenciale. Këto kauza janë të ndërthurura. Varfënimi i klasës punëtore që ka shku bashkë me rritjen e inflacionit, ka shku bashkë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike edhe na thojmë që i thirrim të faktën të gjithë qytetarët që më na u bashku më 1 maj në ora 12 në sheshin Skënderbeu. Atëherë edhe unë jam prej blokut antikapitalist, edhe ashtu që ka nisë 1 maj si revolte e klasës punëtore kundër sistemit kapitalist, edhe na nesër organizohemi kundër sistemit kapitalist që shtyp punëtorët edhe ka si primare profitin para punëtorit, si pasojë e këtij sistemi na janë aty pa lëndimet në vendet të punës, vdekjet, shtypjet edhe diskriminimit që ju ndodh punëtorëve çdo ditë. Andaj na nesër ju bujmë thirrje të gjithëve, ju bashkohemi thirrjes së sindikatave dhe të grupit Asnicën më shumë, punëtor, student, qytetarë me u bashku nesër në rrugë, sa më shumë prej nesh është më e rëndësishme si revolt kundër kapitalizmit, patriarkatit, fashizmit e krejt sisteme shtypse. Gjithashtu vlen me u cek që grupi bloku antikapitalist është strukturë organizative e grupeve të ndryshme, nuk është organizat, andaj është shumë e rëndësishme sa më shumë grupe me u bashku me thirrjet e tyne edhe me qenë nesër në marsh.